Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa biyadika al-khayru kullu wa ilayka turja'u al-amru kullu. Falendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, mëshiruesin, mëshirësin, fuqiplotin, bikqyrsin, krijuesin të gjithçkahit. Allahun e falendrojmë, Allahun e adhurojmë, Allahun e madhrojmë. Vetëm për Allahun ndihmë dhe falje kërkojmë. Tek ai mbështetemi dhe tek ai e kemi kthimin. Përshëndetjet, salavatet dhe selamet tona të përzemërta Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dërgojmë familjes së tij, shoqëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Vëllezër, për hir të Allahut, lut Allahun subhanahu wa taala që prej xhenetlive neve dhe juve Allahu na bën. Lut Allahun subhanahu wa taala që çdo mundë kontribut Allahu kabul na bën. Lut Allahun subhanahu wa taala fuqiplotin që zemrat na i pastron. Gjokësat në i zgjeron, në rrugën e drejtë të na uzon, me dituri të dobishme të na furnizon, evladet tanë, fëmijët tanë në rrugën e drejtë të uzon, në Xhenetul Firdaus me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam të na bashkon. Më lejoni që me lejet Allahu te bareke ve teala t'i kalojmë disa minuta, disa çaste në hijen e surës Fil, në hijen e ajeteve të surës Fil, duke ju itur damarët tona me ajetet e kësaj sure, duke i ndriçuar zemrët tona me fjalët Allahu te bareke ve teala, duke i shëruar zemrat tonë me këtë sure, se çdo ajet, çdo sure është shërim, është shifa. Kështu që disa minuta rreth kësaj sure, domethënia dhe kuptimi, komentimi i kësaj sure të cilën i madh e i vogël e keni mësuar përmensh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kjo sure të cilën do ta përkthejmë pastaj dhe do të japim një komentim të shkurtër rreth kësaj sure, rreth këtyre ajeteve. Kjo sure gjithsej ka 5 ajete. Dhe është sure mekase. Suret e Kur'anit gjithsej janë 114. Dhe këto sure ndahen në sure mekase dhe medinase. Kjo sure është për sureve mekase, e cila sure ka zbritur para shpërnguljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për në Medinë. Është sure që tregon, ose përmes së cilës sure Allahu tregon fuqinë bizotruse e tij, fuqi plotit. Dhe tregon përmes saj sure Allahu subhanahu wa taala mbrojtjen e shtëpisë Qabes. Ku Allahu subhanahu wa taala përmes saj sure tregon fuqinë e tij dhe garancion ose garantimin e tij për mbrojtjen e Qabes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lindi në vitin e elefantit, Fil, në vitin e elefantit, në të cilën vit normal kjo ngjarje që ishte vetëm një paralajmërim për ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ngjarja pra e elefantit, siç është emërtuar në Kur'an, një paralajmërim për ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si dhe një dëshmi për kujdesin e Allahut subhanahu wa taala për Qabën. Para ardhjes së pejgamberit ose para shpalljes, Qabja ka qenë një vend i njohur tek arabët si vend i shenjtë. Dhe se kjo shtëpi ka zotriun e saj. Kështu e kanë njohur arabët, edhe pse kanë adhuru idhujt. E kanë konsideruar diçka të shenjtë dhe nuk kanë prek në të. Kur kanë dashur ta rinovojnë Qabën, është bo disa rinovimi Qabes, kur dera e Qabes, folin para Islamit, ka qenë me dhenë, rafsh, dhe ka hy ujë në Qabe, Kurejshët kanë shprej dëshirë që ta rindërtojnë Qaben. Edhe pse ata nuk janë lutë Allahut dhe nuk i kanë njohur atë si shtëpia e Allahut, po e kanë njohur se ky vend është vend i shenjtë dhe ka zotriun e saj. Dhe kur kanë shku që ta rinovojnë, kur shkon njëri prej mushrikëve, prej Qabes paraqitet një gjarpër
i çuditshëm, i papar, që me të madhe tenton ta sulmon. Por ky arabi e kupton se kjo është një shenjë. Edhe drejtohet me fjalët e tij, ka qielli thot: "O zotëriu i kësaj shtëpie, ne nuk ja duam të keqen këtij vendi, vetëm se të bëjmë një të mirë. Andaj largohet këtë keqe. Sjell Allahu dërgon një zog i veçantë që e merr dhe e largon prej Qabes, që të mundsohet atyre të rindërtojnë Qaben." E ka njohur si vend i shenjtë. Qabja kur është rindërtu, ju e dini ajo Hijrul Ismail që është ai rrethi, dhe ka qenë Qabe. Kur e kanë rindërtu, është argju pasuria mushrikëve. S'ka pas pasuri më shumë, kanë pas në realitet, për kanë pas me kamat. E ata e kanë da pasurin me kamat dhe pasurin e pastër. Është argju pasuria halal, themi, ose e pastër, kanë pas prej pasurisë tjetër, por nuk i kanë shfrytzu kamatën për rinovimin e Qabes. Se kanë ditë se është gjë e shenjtë. Nuk i kanë bërë këtë gjë. Si tash normal që ka blenë xhamit me kamate, se jo, ato Qaben, pa besimtarët, nuk i kanë bërë këtë gjë. E kanë ditë se është gjë e shenjtë, vend i shenjtë. Kështu që Allahu subhanahu wa taala dëshmon për kujdesin e Qabes, dhe këtu tash ndodh një ngjarje interesante që e keni dëgjuar edhe më parë, pa edhe që ajo përsëritet. Edhe çdo herë kur ta lexosh këtë sure, çdo herë të kujtosh veçanërisht në dy gjëra, të kujtosh në madhështinë e Allahut, të kujtosh në forcën, mbikëqyrjen, dhe se Allahu e mbron Qaben, dhe se ti i ke planet e tua, po Allahu i ka planet e vete. Kështu që këto pika do t'i cekim në fund të kësaj sure. Ngjarja e elefantit ishte një ngjarje e njohur për arabët, dhe kjo dikur ka ndodhur 40 vjet para pejgamberllukut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para shpalljes. Kur Jemenin e sundojnë abisinianët, normal, masi që largojnë persianët, e marrin dorë abisinianët, edhe si mbret ka qenë Ibrahim el-Ashram. Ibrahim. Ky ka ndërtu një kish, ka qenë krishter. Ka ndërtu një kish atje. Pasi ndërton kishën Ibrahim, qëllimi ati ka qenë që arabët të mos shkojnë të kryjnë haqë në Qabe, por të ndalen aty në kish. Për çfarë haqë i bëhet fjallë, kur kjo ka ndodhur para islamit? Kanë shku arabët në haqë edhe para islamit, por jo për të adhuru Allahun. Janë rrotullu rreth Qabes, cullak, patesha, kanë adhuru idhujt, statujet, si haqë, janë tubu në atë vend. Dhe ky ndërton kishën që t'i tërheke, mos shkojnë atje, por të ndalen me një fjalë në kisha, të t'japin rëndësi kishës. Njëri prej arabëve të Mekës shkon dhe më falni kryen nevojën të kisha, e në dytë kisha. Me një transmetim thuhet ka ndezur zjarr, dhe era pastaj ka bajt zjarrin ka kisha dhe shkall kisha. Dhe për shkak të kësaj, ky mbreti organizohet mirë me ushtrinë e tij me elefantët, veçanërisht me elefantin që ka pas Mahmud i njohur, elefantin i madh. Arabët kanë dëgjuar për elefantin, ja mos kishin parë elefant. Me kasit kishin parë elefant. Kështu që e bën gati elefantin dhe 12 elefant tjera. Dhe nisen për Kameke. Jo për luftë, jo për t'i dëmtu njerëzit, jo për t'i luftu njerëzit, po për t'a shkatru Qaben, hakmarrje. Janë dytën kishën me shkatru Qaben. Kur mbrin me një vend të Mughamis, afër Mekës, u dërgon lajmin Kurejshve se ka ardhur, po jo për luftë. Asnjë nuk ka problem me një fjalë. Nuk don luftë, po don vetëm me shkatru Qaben. Thjesht, është subhanallah. I natë. S'ka, pjemeni. Ma kjenë dytë që unë vita është të shkatroj Qaben. Pjeti, udhtim është, lartësi e madhe. Por, qëndrime, vendime, u kryer puna. Nëse duhet fund botës. Qaq. Sot ti nisesh, sa e kina bërë organizime për udhtim, bëjmë organizime, kur vjen dita e fundit, smuj, vallaj, se di be diçka s'ponve,
Kur qovish ma në fund me të shvetë. Qëndrime zero. Tamam? Dëshira po, ama qëndrishmëri në fjallën e dhanë nuk ka tash. Fjallë japim sa dush, ama kur vjen momenti pastaj me të shvetë. Krejt u largun. Allah na forcoft. Edhe Kurejshët e marrin lajmin, larguan gjithë prej Mekës, dalin jashtë, të shohin se çka do ndodhe. Sa ata e kanë pas parasysh se Qabja është një vend i shenjtë dhe ka zotriun e saj edhe këtu tash do ndodhe diçka, edhe pse s'kanë qenë musliman. Abdul Muttalibi, babgjyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ka qenë normal një njeri me famë, një njeri i njohur tek arabët, tek mekasit, i respektum dhe themi lider. Kështu që e thirr mbreti, e thirr të bisedon me atë. Kur shkon tek ai, mbreti ka qenë i Yemenit, ka qenë i ulur në karriken e tij, edhe ulet, se shumë e ka ndërru Abdul Muttalibin, e ulet njëjtë afër tij. Ka për ka. Aty afër, edhe thot ka marrë thot me shkatru Qabe. Thjesht. Po kjo çka i thot? Thot, dua që të mi kthesh 200 deve që mi ke marrë. Thot, unë të respektova, të nderova, po të tregoj se do të shkatruaj Qaben, e ti mi kërkon 200 devet. Thot, a devet e tua janë ma me rëndësi se kjo Qabja? Thot, zotriu i deveve jam unë, a Qabja ka zotriu në saj. Edhe ja e devet, edhe shkon të Qabja, thuhet me disa Kurejsh, gjitet për derën e Qabes dhe i lutet Zotit. I lutet që t'i del mbrojtje kësaj shtëpie. Ndërkohë, ushtria e Ebrehes bojnë gati me elefantin tash për të hyrë në Qabe mrenda për ta shkatru Qaben. Nisen, elefanti dron drejtimin. S'pranon me hyrë mrenda. E shtyn elefantin me shku mrenda, s'pranon. Kurse si. Sa ma shumë që mundohen, aq ma shumë nuk pranon, edhe kështu që Allahu subhanahu wa ta'ala në atë moment dërgon turma zoq e Babil. Në rrjetet sociale, kjo është mirë është të korrigjohet, rrjetet sociale shpeshherë nxjerrin një farlloj zogi dhe thonë zogu e Babil që Allahu e përmend në Kur'an. Jo, kjo s'ka pas zoq e vërtet. E Babil është për qëllim turma zoq, shumë turma zoq. Jo se çfarë kanë qenë këto zoq, Allahu e din. Vetë përmendën turma zoq, po jo se një farlloj zogi që e marrin ata edhe nxjerrin në rrjetet sociale për të marrë like se ja unë kam gjetë një zog e Babil. E Allah subhanahu taala i dërgon turma zoq mbi këto njerëz që i godisin me gur prej balte të pjekur. Që i kanë godit këtu, kres, falni shprej, u kanë dalë pi përmbas. I bon Allahu subhanahu wa ta'ala si gjethet, të cilët gjethe, i merë, ose i fut në goj lopa, tamam? E pastaj i nxjerr prej gojës. Pra i fut në goj, e pastaj i nxjerr prej gojës, kështu i përshkruan Allahu subhanahu taala krejt këto njerëz. Një gur i vogël. Aman gur të zjam të xhenemit që kokë u amshojnë e u dalin mbi përmbas. Kjo është fuqi Allahu subhanahu wa taala. Thamë kjo ngjarje ndodhi diku 40 vjet para ardhes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Ja disa komente ose thënje rreth fjalëve të Allahut te bareke ve taala që pak dham një përshkrim të kësaj ngjarje historie që Allahu subhanahu taala e përmend në këtë sure. Ajeti i parë në këtë sure është alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nuk e pe se çfarë bëri Zoti yt Allahu subhanahu wa taala me zotrit e elefantit. Allahu pyet. Por këtu nuk ka nevojë për përgjigje. Por kjo pyetje është në formë lajmi. Ose ndryshe, kuptimi dije o Muhammed se çka ka bërë Allahu me zotrit e elefantit. Që nisën me gjithë ato elefant, e veçanërisht me Mahmud e elefanti për ta shkatruar Qaben.
Pejgamberi sa e pa këtë ngjarje? Jo. Për këtë ngjarje arabët i flitnin, i tregonin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I tregonin këtë ngjarje se ka ndodhur. Në viti elefantit, në këtë vit lindi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, viti elefantit 571. Edhe ka qenë si vit i njohur, cilën vit për shembull dhe sot e kësaj dite në Somali, por ato si e majnë mend për shembull lindjen e dikujt, thot lindi filani në ditën kur bike shumë dita e vërshimeve, nëse ka pas vërshime, ose dita e një aksidenti të madh ku ka vdekur 70, kështu i kanë njohur. Tamam? Edhe tani më para kur vallai djali im ka lindë në ditën e Shëngjërgjit. Ose natën e 4 gjegjes. Edhe kështu i kanë marrë mend në ditën ose në muajin të cilën ka ndodhur lindja ose ndonjë ngjarje tjetër. E kështu i kanë lidh. Edhe pra shumë ngjarje i ka lidh me vitin e elefantit, po edhe lindjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë lidh me vitin e elefantit. Pra di o Muhammed se çka ka bë Allahu subhanahu wa taala me ato të fortit që morën forcën guximin prej Yemenit me ardh dhe me shkatru Qaben. Ata të cilët Allahu i boni si gjethet e përtrypur rangohen e lopës e hajvanit kur i nxjerr. Ndërsa Abrehea u kthy mirë, po trupi i tij u da cop që ashtu vdiq. Dënim pranës të Allahu te bareke ve teala. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, a nuk e bëri ai Allahu subhanahu wa taala të pavlefshëm planin e tyre? Si ishte plani? Me unis me shkatru Qaben. Allahu u shkatroi planin, edhe si ishte i vlefshëm. Dhe plani i çdo kujt. Se në këtë sure ka shumë mësime. Çdo kush i cili ka plane të këqija, jo të mira, po ki e bindën Allahu subhanahu wa taala se kurkush nuk mundet të realizon pa dëshirën vullnetin Allahut. Ama na i ka këtë plane, fut frikë shejtani në zemrën tënde, ti thua subhanallahu, çka mund të më bëj pa dëshirën Allahut. Dhe as kush i sumbon diçka pa vullnetin Allahut te bareke ve teala. Atë paramendoj çfarë organizimi, çfarë plani, çfarë udhtimi. Po jo, ma fund Allahu subhanahu wa taala i thot stop. Nuk e mundson kafshës, po dërgon ushtrinë e tij të veçantë. Ata u përpoqën të largonin haxhilerët, pra haxhin që shkonin atje për t'i dhënë rëndësi kishës, nuk ka mundsi Allahu subhanahu wa taala, dhe veç asaj ata u shkatruan vetë. Plani u shkatru, po pos planit të tyre u shkatruan edhe ata vetë. Warsala alehim tajran ababil. Ai u dërgoi atyre zogj në turma të mëdha, njëri pas tjetrit si grupe të organizuara. Ushtria Allahut fund nuk ka. Ne numrin e ushtrisë Allahut nuk e dim. A janë insektet, a janë melaçet, është era, fryma, a janë mjegullat, a është qiu, a është zjarri. Ushtria Allahut fund nuk ka. A besojmë në këtë ushtri? Po nëse besojmë, atëherë s'ka nevojë për mërzi, s'ka nevojë për pikëllim, s'ka nevojë për keq mendime për krijuesin Zotin ton. Leja çështjet në dorë të atij që ushtria e tij fund nuk ka. E i dërgoi këto zogj veçanërisht për t'i shkatruar ato si ushtri e madhe. E keni rastin e Bedrit, lufta e Bedrit. Sa ushtri e vogël. Pastaj, çka? Allah subhanahu wa taala i dërgoi melaçet. I dërgoi melaçet si ushtri. Po atë ushtri, a mund të dërgonë edhe ty, edhe ty të dërgonë. Edhe çdo kujt që ka bindet plot dhe mbështetet në Allah subhanahu wa taala, dhe që e do Allahu azza wa jall. Allahu të dërgon dhe t'i habite sa herë që zgjidhje jetën tënde, pa mendu çish do di pikë. Po është Allahu subhanahu wa taala. Po vetëm Allahu shikon se çka ke zemrën tënde. Nëse zemrën tënde ke bindje, lidhshmëri të plot me Allahun, ndaj tij, dashuri ndaj tij, po dije se Allahu subhanahu wa taala nxjerr selamet. Allahu t'i hap rrugët e hajrit e të bereqetit. Tarmihim bi hijaratin min sijil. I goditnin me gur prej balte, të ngurtësuar. Ishin gur të vegjël, por të shkatërrueshëm me fuqinë e Allahut. A pse është vogël, a? Zogi, një gur i vogël e man. Ama subhanallahu el-azim, a? Fuqia e Allahut azza wa jall, mrekulli ndodhen ajo që ty nuk ta merr mendja. Andaj madhështia, fuqia, forca e Allahut subhanahu wa taala është e pa imagjinueshme, e pa kufizueshme, edhe dije se ai bon atë që ty mendja s'ta merr. Ai bon atë që dëshiron.
Dhe për atë çka e bën, ai nuk pyet askë. La yus'al amma yaf'aluhum yus'alun. Allah nuk pyetet për atë çka bën. Pse Allah e bone? Jo. Po ti ai që pyetesh pse e bone. Pra ne do të pyetemi pse bëjmë, çka bëjmë. Por ne s'u pyesim Allahun, askush mund ta marrën pyetje Allahun në llogari pse Allahu ti e bën. Se Allahu bën atë çka do. Ai Zoti i gjithçkait. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dhe i bëri ata si gjete të përtypura nga kafshët, të shpërbër dhe pa vlerë. Kush të gjitha ata të cilët e murën guximin, atë forcë nisën drejt Qabes, e cila Qabe për rreth kishte njerëz pa besimtar, mushrik. Pra ato nuk i dolën ndim Qabes. Ato u largun. E lanë vetë Qaben. Njëse ato u reshtun, pa hajde do ta luftojnë armikun, jo. Ato vetëm për diçka do ndodhe, sa të kishin i binde se këtu do ndodhe diçka. Edhe ndodhi. E kjo do ndodhe, ku do edhe çdo herë. Allahu subhanahu wa taala ka vendet e shejta si Mesjidul Aqsan, si Qaben, si xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mos harroni se kjo dynja, kjo jetë është një proces. Dhe se Allahu subhanahu wa taala është e përgatitur tokën për ngjarje të ndryshme, për të cilët Allahu subhanahu wa taala na ka paralajmëruar përmes gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ngjarje që do të jenë edhe të dhimbshme, ngjarje normal të dhimbshme siç i shikojmë, këto masakra, këto gjëra krit, por kjo është vetëm përgatitje e botës për atë që Allahu ka caktuar dhe do. Edhe është një proces që unë nisu dhe nalimat, ne ndjem dhimbje, emocionohemi, flasim, shajm, ofendojmë, mërzitemi, çajm, në gjithçka mund të. Po është një proces. Dhe Allah subhanahu wa taala e ka marrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pi Mesjidul Haram, pi Qabes, një udhtim i pa imagjinueshëm me një shpejtësi të papërshkrueshme, thot Aisha, ala vendi ishte i grotë. Ala ishte vendi i grotë. E merr, e çon Mesjidul Aqsa, ku a fal namazin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe mbi 7 këtë qiell. Për një shpejtësi e papërshkrueshme. Kush Allah? Po çaj Allah? Ai është një i vetëm, s'ka tjetër. Ai gjithçka bën. Atë çast Mesjidul Aqsa do ta mbron. Siç e ka mbrojt. Po këto janë ngjarje të cilat Allahu subhanahu wa taala lejon që të ndodhin për shkaqe të ndryshme. Shkaqe të ndryshme, normal që kush do ta marrë llogari vetin e tij, edhe ne si umet në përgjithësi. Pra umeti ja ka kthy shpinën Allahut. Është dobësuar si umet. Është dobësuar si umet. Umeti ku shumë njerëz dalin prej feje, prej dinje, e lan fejnë, edhe për këtë ka thënë pejgamberi son prej shenjave të kiametit, kur grupet e arabëve do dalin prej dini, prej feje. Do ta lanë fejnë islame. Tamam? Ne shohim çka ndodh. E pastaj dhënia mas epsheve, mas harameve, për hapje gjërave të këqija. Vet vendet e pjesëmarrësve të kësaj feje, normal, Allah subhanahu wa taala shi gjithu ti pse ndodhin këto gjëra. Kush është faktor sebeb i gjithë kësaj? Allahu e di më së miri. Është e dhimbshme, por mos të harrojmë se Allah subhanahu wa taala i mbron vendet e shenjta dhe do t'i mbron. Siç thamë, se çabja një ditë do të shkatërrohet, ama kur Allahu do të lejon. Kur një njeri prej Khorasani, njeri i shëmtum, do të shkon direkt drejt në Qabe dhe tull mas tull do ta shkatërron Qabe. Kjo shenjë e kiametit. Ama kjo do ndodhet kur Allahu subhanahu wa taala do të lejon. Pse nuk e lejoj Ibrahim me ushtrinë që ta shkatëron? Po jo, nuk lejon. Momenti kur do të vije. Po çashtu edhe Mesjidul Aqsa dhe çdo vend tjetër të shenjtë. Po edhe çdo njeri besimtar, çdo njeri i mirë, askush nuk mund të dëmton pa lejen e Allahut te bareke ve teala. Dhe ty si musliman, kjo sure është një mësim për ty se siç garanton Allahu subhanahu wa taala mbrojtjen e Qabes, garanton edhe mbrojtjen e besimtarit. Man salla salatul fajr fa huwa fi dhimmatillah. Kush e fal namazin e sabatit është në mbrojtjen e Allahut. Kush e fal namazin e sabatit, ai është në mbrojtjen e Allahut. Çka thonë dietarët? Ai i cili e sulmon një musliman, ai i cili mundohet ta dëmton një musliman që ka fal namazin e sabatit, ai i shpall luftë Allahut. Sepse Allahu ka garantuar mbrojtjen e tij. Është në mbrojtjen e Allahut. E çish tash? Po Allahu e di. E tash ti bojë, më të bëj zullumat, ti bëj keq. Po ani kimi pa. Wallahi, në mbrojtje e garantuar pranë të Allahut te bareke ve teala. E kush e fal namazin e sabahut, andaj falni namazin e sabahut,
nëse dëshirojnë që ti në mbrojtjen e Allahut te barekutaala dhe mos e neglizhojnë namazin, në të cilin kohë ju i jepni dhe kaloni testin e hipokrizisë. Testin e hipokrizisë, dhe që është namazi më i rëndë për hipokritët, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cilët janë qëllimet e kësaj sure? Kjo sure tregon fuqinë e Allahut te barekutaala dhe mbrojtjen e tij për shtëpinë e shenjtë. Tregon Allahu se e mbron Ka'ben, por gjithashtu një të kohë edhe tregon forcën e tij, madhështinë e tij. Tërheq vëmendjen për shkatrimin e armiqve që deshën ta prishin Ka'ben. Dëshmon se planet e tyre u dështuan. Edhe pse ata u organizuan, murën kafshët më të mëdha. Ata i bindur se plani askujt nuk realizohet, i dashakeqve, pa vullnetin e Allahut te barekutaala. Zogjtë të dërguar nga Allahu i shkatruan me gur shkatrues. Ushtria përfundoi në humbje dhe poshtrim. Dhe në fund është një paralajmërim për të gjithë brezat se kush ngre dorë kundër shenjtërive të Allahut, Allahu e shkatron. Për të gjithë ne ta kuptojmë se kush ngre dorë kundra shenjtërive, kundra vendeve të shenjta, kundër njerëzve të mirë, kundër gjërave që Allahu ka dhënë vlerë, rëndësi, ai njeri shkatrohet, se Allahu e shkatron. Andaj, jeni të bindur se Allahu subhanahu wa taala la yukhlifu al-mi'ad. Allahu nuk e thyn premtimin. Atë që ka premtu, Allahu realizon. Edhe premtimet e Allahut te barekutaala do të realizohen me lejet e tij. Lutë Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na drejton në rrugën e drejtë, të na furnizon me detyri të dobishme, ta bon këtë sure të dëshmon për ne dhe ju kundra nesh në ditën e ahiretit, dhe boft Kur'anin shefat ndërmjetësim për ne në ditën e gjykimit, në ditën kur nuk do të bëhen dobi as pasuri, as fëmijë apo pose, ai që do të del para Allahut fuqiplot me një zemër të pastër, të shëndosh. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.